تمسك بحبل الله واتبع الهدى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Me emrin e Allahut fillojmë, Allahun e falenderojmë, salavatet dhe selamet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ja dërgojmë familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun dhul xhelal, edhe ne të jemi prej tyre. Të nderuar vëllezër, ligjëratat rreth fesë së Allahut subhanahu wa taala janë prej temave më madhështore të cilat trajtohen, sepse përmes tyre besimtari e kupton realitetin e kësaj jete, përmes tyre besimtari e njeh fenë Allahut dhul xhelal, kështu që shpëton në këtë botë dhe në botën tjetër. Nga se ai i cili nuk ka dituri, s'ka mundësi ta njeh Allahun, s'ka mundësi ta njeh fenë e tij, s'ka mundësi ta njeh as veten e tij. Për këtë arsye, Allahu dhul xhelal thot: "Kul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun?" Thuaj o Muhammed, a janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? Si mund të jetë valli i barabartë ai i cili e njeh Allahun, se është krijuesi i tij, e njeh Allahun, se është i vetmi i cili meriton të adhurohet, i di emrat e Allahut, i di cilësitë e tij, e adhuron vetëm Allahun subhanahu wa taala, e njeh fenë islame, e njeh Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe ndjek rrugën e tij. Ky person nuk mund të krahasohet me atë person i cili është ignorant, nuk e njeh Allahun, nuk e njeh fenë e tij, as nuk e njeh Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Dituria shariatike apo fetare nuk është vetëm nder, mirë po është edhe shpëtim. E shpëton robin këtë botë nga devijimet dhe shpëton në botën tjetër nga zjarri i xhehenemit. Ai person i cili njeh rrugë për me kërku dituri, qoftë me prezencë fizike, si që jeni ju tani, apo përmes mjeteve të informimit, e lutim Allahun dhul xhelal të futemi te ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë: "Men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din." Ati që Allahu ja do mirësin, ja do të mirën, ja bën të kuptueshme fenë e tij. Andaj, si ka mundësi dikush ta kuptoj fenë e Allahut nëse nuk merr pjesë në ligjërata, nuk lexon libra e kështu me radhë. Andaj vëllai dashur, nëse Allahu të ka dhënë sukses me kërku dituri, përgëzohu, nga se je duke ndjek rrugën drejt xhenetit. Allahu dhul xhelal thot në Kur'an: "Fa'lam annahu la ilaha illa Allah." Dije se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë posa Allahut. Pra fillimisht ka filluar Allahu dhul xhelal me diturinë para tauhidit. Nga se me dituri ne e pastrojmë akiden ton, e pastrojmë besimin ton. Për këtë arsye, Imam Ahmedi teksa tregon për rëndësinë që e gëzon dituria në fenë Allahu dhul xhelal, thot: njerëzit kanë më shumë nevojë për dituri sesa që kanë nevojë për ushqim edhe për pije. Nga se për ushqim dhe për pije ke nevojë një herë, dy herë, tri herë në ditë, ndërsa për dituri ke nevojë çdo herë. Ka gjëna të reja, kemi ibadete të cilat ja kushtojmë Allahu dhul xhelal, andaj besimtari duhet të storiset me dituri. Besimi apo akidja nuk është vetëm një kapitull që gjendet në për libra. Mirë po, është lidhja jonë me Allahun subhanahu wa ta'ala. Sepse përmes saj e kuptojmë jetën, e kuptojmë vdekjen, e kuptojmë sprovën, e kuptojmë frigën. Me akide të sakt, zemra qetësohet gjatë sprovave dhe vështirësive. A thua vallë pse? Nga se din se çdo gjë që e godet e ka pas caktuar nga Allahu dhul xhelal. E ku e mësojmë caktimin? Ku e mësojmë kaderin? E mësojmë në lëndën e akides.
me akide të saktë, njeriu nuk lëkundet nga dyshimet të cilat i hedhin të tjerët, nga se është i mbrojtur me dituri të shëndosh sheriatike, e nje Kur'anin, e nje Sunetin, e nje kuptimin e sahabëve që e kanë pas për Kur'anin dhe Sunetin. Andaj, kur t'i vinë dyshimet, ky u bën ball atyre. Gjithashtu, me akide të saktë, besimtari nuk devijon pas çdo thirrjeje që e bëjnë të tjerët. Nga se siç e dim, secili grup pretendon se është në të vërtetën. Mirë po me akide të saktë e dim kush është në të vërtetën dhe kush është në të kotën. Pejgambert e Allahu Dhul Xhelal, njerëzit më të mirë, thirrjen e tyre e kanë filluar me çka? Me akide. Çai kanë thënë popujve të vet, u'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Adhurojeni Allahun, nga se ju nuk keni zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut. Vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi i fundit që Allahu Dhul Xhelal e ka dërguar 13 vjet, ja ka mësuar shokëve të tij në Mekë akiden e shëndosh. Pastaj kur e kanë pastruar akiden e tyre të shirku që kanë qenë të gatshëm pastaj mi përballu sfidat e jetës. Kanë qenë të gatshëm që mesazhin e Allahu Dhul Xhelal me përhap anë kënd botës. Për këtë arsye, pas Allahu subhanahu wa taala fal sahabëve, ne jemi musliman. Nga se, siç e dim, ai i cili bën davet tek dikush tjetër, pastaj ai te dikush tjetër e kështu me radhë, këtë se vapët i shkojnë atij të parit. Andaj, secili prej nesh duhet ta mësoj fenë Allahu Dhul Xhelal dhe t'u përcjell fenë të tjerëve. Rruga e dijes nuk është rrugë e lehtë. Mirë po, është rruga më e nderuar. Është rrugë drejt xhenetit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna." Kush ndjek rrugë për të kërkuar dituri, përmes kësaj rruge, Allah ja lehtëson rrugën drejt xheneteve të tij. Andaj, nuk bën mi neglizhu kuvendet e dijes. Nga se, kur gjë nuk të kushton 30 minuta, 40 minuta në ditë me kërku dituri. Mos ta merr mendja se një ders që e ngon duke vozit apo duke punu, do të jetë më i frytshëm se një ligjërat që e ngon në xhami. S'ka mundësi. Nga se çdo gjë ka rregulla. Edhe kërkimi i dijes ka rregulla. Kërkimi i dijes është në këtë formë. Ulesh para hoxhës, e dëgjon hoxhën, mirë është të mbahet shënime, nga se përmes shënimeve dituria mbahet dhe nuk harrohet. Mirë po, duhet me di që kjo rrugë kërkon sinqeritet. Me bo për hir të Allahut, kërkon durim. Me bo durim, nga se nuk është e lehtë. Po ashtu, duhet të jemi modest, të përulur dhe në vazhdimsi ta kërkojmë diturinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Aleikum selam. Të parët tanë kanë udhëtuar me muj për një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Imam Buhariu ka udhëtuar me mijëra kilometra për mi të bu hadithet e Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam, që është mirësia e Allahut që tani e kemi Sahihun e Buhariut edhe në gjuhën shqipe. Kur gjë nuk na kushton neve me marr me lexu. Po sa i ka kushtuar atij me të bu këtë koleksion hadithesh. Plus vetëm hadithet e sakta. Ndërsa ne tregohemi neglizhent. As nuk e blejmë, po as nuk e lexojmë, Allahu na fal të gjithëve. Por edhe diçka duhet me ditë që dituria nuk kërkohet vetëm të kemi informata. Mirë po kërkohet që të jetësohet.
Mësojmë fenë Allahut për me punu. Kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Thot Allahu dhul Xhelal është shumë e urryer me thon diçka edhe mos me vepru. Kjo vëllezër të dashur ka një hyrje që me këshillu veten edhe juve për rëndësinë e dijes, rëndësinë e akides e kështu me radhë, me qenë se kemi pauzu, e tani do të fillojmë dersin aty ku kemi mbetur. Kemi fol për sahabët e nderuar, shoqëruesit e profetit të dërguar sallallahu alaihi wasallam, dhe kemi kuptuar që ata janë gjenerata më e mirë që ka dalë në fytyrë të tokës. Dhe ehlu suneti dhe xhamati janë të njerëzshëm se sahabët janë njerëzit më të mirë. Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu radiallahu anhum ejma'in. Kemi mësuar se kush është sahabiu, kush quhet sahabi, kush ka transmetuar për tyre më së shumti hadithe, edhe gjërat e tjera që kanë të bëjnë me sahabët. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë pozitë të lartë, saqë edhe Allahu dhul Xhelal në Kur'anin famëlart i ka lavdru sahabët nga se me pasurinë dhe jetën e tyre e kanë ndihmuar fen Allahut subhanahu wa ta'ala. Jo kot Allahu dhul Xhelal i përmend sahabët, me thonë që kanë qenë kështu dhe kështu disa njerëz para ca shekujve, mirë po i përmend ata që ne të mësojmë për ta dhe të ndjekim rrugën e tyre. Nga se në qoftë se ndjekim rrugën e tyre, atëherë do ta kemi inshallah xhenetin me lejen e Allahut sigurt. Qoftë se e besojmë Allahun që kanë besuar ata dhe sakrifikojmë për fenë Allahut siç kanë sakrifikuar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu dhul Xhelal i ka lavdru sahabët ku thot: "Walladhina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Ndërsa ata që banojnë në Medinë, kush ka banuar në Medinë? Ensarët. Dhe që kanë pranuar besimin qysh më parë. I duan muhaxhirët që vinë në Medinë dhe në zemrat e tyre nuk ndjejnë kurfar rëndimi për atë që u është dhënë atyre, pra kujt? Muhaxhirëve, emigrantëve, atyre të cilët kanë qenë në Mekë, nga se atyre u është dhënë nga plaçka e luftës, nga se kanë qenë të varfër. Por, duke lavdruar Allahu ensarët thot, por duan të bëjnë më mirë muhaxhirëve se sa vetes. Edhe pse vetë janë nevojtar. Kushdo që ruhet nga lakmia e vetvetes, me siguri që do të jetë fitues. Këta jetë, Allahu dhul Xhelal i ka lavdruar ensarët sepse ensarët i duan muhaxhirët dhe zemrat e tyre nuk ngushtohen, nuk rëndohen, pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u jep atyre nga plaçka e luftës. Pastaj Allah i lavdron për altruizëm, për gatishmërinë e tyre që ta lajnë veten keq për t'i ndihmuar të tjerët. Sa jemi në gjendje ne ta lajmë veten keq për vëllezërit tanë. Pra në qoftë se i kanë pas një shtëpi me 2 kat, një kat ja ka dhënë Allahut vet, katin tjetër e ka marrë për veti. Qoftë se i ka pas 2 kuaj, një kal ja ka dhënë vëllaut të tij, një e ka marrë për veti e kështu me radhë. Madje në qoftë se edhe vet kanë qenë nevojtar për diçka, i kanë dhënë përparësi vëllezërve të tyre. Pra, Allah i përshkruan me 5 cilësi, me 5 virtyte. E para, i duan muhaxhirët. Pra, ata të cilët nga Mekka kanë shkuar në Medinë. E dyta, në zemrat e tyre nuk ndjejnë kurfar
rëndimi dhe ngushtimi. E treta, altruizmi apo gatishmëria për me lanë veten keq për të tjerët. E katërta, Allah i ka mbrojt nga lakmia e shpirtit, dhe e pesta, Allah u ka sigurua atyre fitim. Pra, do të fitojnë xhenetet e Allahut subhanahu wa taala në botën tjetër. Gjithashtu Allah thot në Kur'an: "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba." Allahu është i kënaqur me ata besimtarë të cilët ta kanë dhënë besatimin në hijen e pemës. Ai e dinte se ç'kishte në zemrat e tyre, prandaj u dha atyre sekine, u dha atyre qetësi shpirtërore dhe i shpërbleu me një fitore të afërt. Allah po thot, Allah është i kënaqur me ata besimtarë. A ka vlerë më të madhe se sa Allahu me qenë i kënaqur me dikan? Qofse Allah është i kënaqur me dikan, kjo tregon se i tilli është xhenetli. E kjo ka qenë merit e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah ka qenë i kënaqur, ata janë të drejtë, saqë kur na transmetojnë fenë e Allahut, sahabët e Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk shikojnë me këqyr mos është transmetues i dopt apo jo i dopt. Këto kritere këqyren të kush? Të gjenerata tjera, jo të sahabët. Nga se Allahu në Kur'anin e tij ka lavdru sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra këta sahabë të cilët ju kanë besatu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kanë me besu Allahun, kanë me ndihmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam deri në vdekje. Allah e ka ditë ç'kishte në zemrat e tyre, se kanë qenë të sinqert, e kanë pas imanin në rregull dhe kështu me radhë. Pra, si shpërblim Allahu i ka dhënë këtive tri mirësi madhështore. E para, Allahu u ka dhënë qetësi shpirtërore, sekine. Kur kanë pas momente të vështira, Allahu ja ka qetësu zemrat e tyre. E dyta, ky shpërblim madhështor, Allahu ka qenë i kënaqur me ta. Edhe e treta, fitoren e afërt. Kush ka qenë fitore e afërt? Ka qenë çlirimi i Hajberit në vitin e 7 Hijri. Po ashtu Allahu dhul Xhelal thot Muhammedur Rasulullah alayhi wasalam walladhina ma'ahu ashidda 'ala al-kuffar ruhama bainahum. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut, ndërsa ata që janë me ta, sahabët, janë të ashpër ndaj jo besimtarëve dhe janë të mëshirshëm mes vete. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Isha ata duke bo ruku dhe sejdë. Pse bajnë ruku dhe sejdë? Duke e kërku dhuntin dhe kënaqësinë e Allahut. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Në fytyrat e tyre shihen shenjat e sejdës. Ajeti vazhdon. Pra Allahu sahabët i lavdron në këtë formë. Pse? Jo të thjesht kanë besu mirë, po edhe e kanë adhuruar Allahun ashtu siç duhet. Madje ajeti vazhdon se Allah i lavdron edhe ku në Tevrat edhe në Injil. I ka lavdruar Allahu sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe para se më ardha ata në jetë. Nga se dim që Tevrati edhe Injili kanë qenë para Kur'anit. Allahu pja tregon cilësitë e sahabëve se falin namaz, në fytyrat e tyre kanë shenjat të sejdës e kështu me radhë. Këta janë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu Allahu dhul Xhelal thot: "Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم." Sa përket besimtarëve të parë, prej muhaxhirëve dhe ansarëve, Allahu është i kënaqur me ta dhe me të gjithë të tjerët që i pasuan me vendosmëri e përkushtim në besim.
Pra Allah është i kënaqur me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo vetëm kaq. Është përgëzim edhe për ne. Dhe me të gjithë ata, të cilët i pasojnë ata me vendosmëri e përkushtim në besim. Andaj nëse e ndjekim rrugën e tyre, Allahu dhul Xhelal do të jetë i kënaqur edhe me ne. Allahu ka përgatitur për ta kopshte dhe xhenete në për të cilat rrjedhin lumej dhe ku do të jetojnë përgjithmonë. Kjo është fitoria madhështore. Lëvdotat pra që Allahu dhul Xhelal i përmend në Kur'an për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë të shumta, ne po mjaftohemi me këto ajete. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij i ka lavdru shokët e tij, jo se i ka pas shok. Mirë po, Allahu dhul Xhelal për profetin e tij më të dashur i ka zgjedh njerëzit më të mirë dhe më të fortë që më ndihmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që kjo fe e Allahut të përhapet gjithkund. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum." Njerëzit më të mirë janë gjenerata ime, brezi im, pastaj ata që vinë pas tyre, pastaj ata që vinë pas tyre. E si vallë mos jetë gjenerata më e mirë kur ata Kur'anin e kanë nitë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithet i kanë nitë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo vetëm që i kanë dëgju, mirë po i kanë kuptu dhe i kanë praktiku. Për këtë arsye Allahu dhul Xhelal i ka bërë fort që me përhap fen Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La tasubbu ashabi." Mos i shani, mos i fyni shokët e mi. Fa walladhi nafsi bi yadihi. Pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im. Law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Qofse ndokush për jush jep lëmosh ari sa kodra e Uhudit. Kodrën e Uhudit shumica për jush kanë qenë në Medinë, e kanë pa. Sa kodra e Uhudit me dhanë lëmosh ari dukat nuk e arrin vlerën e një sahabiu që ka dhanë mill me 2 grushta apo me 1 grusht, apo ka dhanë oriz. Kjo vlera sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje thënë dietarët, këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka thonë sahabive dvegjel, ative sahabive që janë bo musliman, do më thonë mas sahabive të mëdhej. E në qofë se krahasohen me neve, Allah na falt. Andaj duhet i duam sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, t'i respektojmë dhe t'i urrejmë ata të cilët i urrejnë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i përmendin me gjëra të këqija. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar." Shenjë e besimit e imanit është mi dashur ansarët dhe shenjë e nifakut hipokrizisë është mi urrejt ansarët. Jo vetëm ansarët, po edhe muhaxhirët. Ka se muhaxhirët janë më me vlerë se sa ansarët. Pra, këto ishin disa ajete, disa hadithe që e shpërfaqin pozitën madhështore të sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në fen Allahu dhul Xhelal. Ne lutim Allahun të mësojmë për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, t'i duam ata dhe ta ndjekim rrugën e tyre. Edhe në derset në vijim do të flasim për sahabët, pastaj do të flasim për 10 që në përgëzuar me xhenet, nga se autori ka përmend në vargjet e tij. E lutim Allahun të na jap shëndet dhe të na shtojë diturinë e dobishme. Alhamdulillahi rabbil alamin.